Të dashur bashkëdhetar, këtu pranë kemi konsullin e Kosovës, pranë konsullatës së përgjithshme të Kosovës këtu në Manhattan, zotin Korab Mushkolaj, i cili ka dhënë një kontribut të vyer në organizimin e këtij festivali që do të mbahet në 15 qershor, dhe për këtë në emër të nxënësve të shkollave shqipe, të mësuesve, ne jemi shumë i njohës konsullatës së përgjithshme të Kosovës, zotit Korab, dhe po ashtu ambasadorit konsullatës së përgjithshme, zotit Bekim Sejdiu. Zoti Korab, ju, siç e përmenda edhe pak më parë, jemi mbledhur vazhdimisht për këtë festival, cilat kanë qenë disa nga problemet kryesore që kanë dalë gjatë përgatitjes së këtij festivali. Po, faleminderit, Kozeta. Ne, siç e dini, për herë të parë po organizojmë një festival tillë me përmasa të tilla, do të thotë nga të gjithë shqiptarët, fëmijët e shqiptarëve të Amerikës, të diasporës në Amerikë. Ky do të jetë kryesisht i koncentruar në 3 shtetëshin e Shtetet e Bashkuara, do të thotë në Connecticut, New York dhe New Jersey. Do të thotë shkollat që gravitojnë në këto pjesë do të jetë bartëse kryesore të festivalit, do të përformojmë me programet e tyre. Sfida ka si çdo organizim. Do të duhet marrë parasysh që diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është mjaft e organizuar. Kjo ka qenë një lehtësi për mua edhe më e madhe që me eksperiencën e tyre, me kontributin e jashtëzakonshëm dhe kohën që kanë dhënë për këtë çështje, më kanë bërë punën shumë më të lehtë dhe shumë më profesionale, sidomos duke marrë parasysh që secila shkollë në xhirin e saj ka profesionistë të kësaj lamie. Ne jam shumë i privilegjuar që të jem pjesë e këtij festivali, pjesë e këtij këshilli organizativ, dhe aq më tepër duhet marrë parasysh që po organizojmë një festival për fëmijët shqiptar në Shtetet e Bashkuara, duke ruajtur kështu kulturën, identitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Festivali i parë i shkollave shqipe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që këtë vit do të mbahet në New York dhe metojmë që të jetë tradicional, do të organizohet në shkollën publike, pra në Christopher Columbus High School në qytetin e Bronxit, duke filluar pra nga ora 5 pasdite, dhe do të vazhdoj për 2 orë program, ku të ftuar do të jenë njerëz nga të gjitha trevat shqiptare që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jenë fytyra eminente publike që kanë dhënë kontribut për popullin shqiptar, si nga shqiptarët, po ashtu edhe nga komunitetet e tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të ketë kongresmen, do të ketë njerëz të nivelit të lartë pra që funksionojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vlen të përmendet që kontributin më të madh të jashtëzakonshme kanë dhënë shkollat shqipe që gravitojnë në 3 shtetësh. Shkolla shqipe, shfrytëzoj rastin të i falenderoj shkollën shqipe në Brooklyn dhe Staten Island Albalife, shkollën shqipe në Bronx dhe shkollën shqipe në Patterson, për të cilët nuk do të ishte e mundshme kjo, dhe njëkohësisht i ftoj gjithë shqiptarët e tjerë anë kënd Amerikës që të marrin pjesë në këtë festival, ta bëjnë më madhështor të festival dhe t'i tregojmë gjithë komunitetet që edhe shqiptarët din të organizojnë festivale, kemi kulturë të pasur dhe identitet kombëtar. Ju faleminderit zoti Korab dhe shumë suksese në festivalet tjera që tashmë do të bëhet festivali i traditës. Ju faleminderit të dashur bashkëdhetar.